Krasi, me origjinë nga Rabia. Nga Rabia. Babai, nëna nga Izvori, dy fshatra të ngjidhur. Po pse Ferit kishte thënë nga Krasi, do ishin dy krasë tani. Nëse e Rabia, mirë se ka qenë tek e Rabias. Po, kur lexon dikush futet në Wikipedia, lexon që Ferit Llama nga Korça. Lexon nga Korça, bile dikush edhe nga Tëroj, thotë shiko, na ke mohuar, ka qenë një memaliot bile ka qenë. Thoshte çfarë, thoshte ti, thot nga Korça çdo ti ke mohuar atë vendlindjen tënde. Nga Korça i dashur agron, kam lindur në Korçë. Babai ka qenë oficer, ka bredhur në për. Ne oficerat tash ti e di, o me dele o me kapele, o komandant në ska. Mua arti i fabulës është një art jashtëzakonisht i vështirë sepse është art i koncentruar. Është mos e vërtet kjo që thoni ju. Unë duke lexuar shumë, kam përpirë revistën Osteni, që ka dalë numri i parë në vitin 1945. Nga faqja e parë deri ke faqja e fundit, nga biblioteka kombëtare që dilte lart. Osteni kur ke dërguar fabulën e parë dhe cila ka qenë? Ka qenë, shiko, aty mbaj mend, nuk ka qenë një fabull, por ka qenë një poezi satirike. Po? Diçka për kontrollin, domethënë është asaj periudhe, asaj kohe. Nuk ka koherencën, po. Jo, nuk është, domethënë, është pa vlera, po jo atyre vlerave që erdhën në ato krimet e mëvonshme.